me shumicën e deputetëve të VS është shumë vështirë me bisedu. Shumë vështirë sepse brenda deputetëve të VS është një farë mlefi, është një farë inati jo ndaj meje se me mu nuk kanë kurrë, ata kanë inati ndaj vetës, ndaj s'di kujt. Skandali i WhatsAppit është shumë ai këtë se pronto spaku e ke ditë sakt çka qysh tek, diçka i ke pa dhe në fund s'kan bë kurrë. Këta e kanë emru me pas qeverisë mirë. Edhe me pas zhvillu këtë vend, unë mas pari s'kisha him politikë keq, edhe dyta e kisha vënë edhe fotografinë e tij, që kam Albin Kurti. Po me pas një problem. Deputetët e tjerë janë më të kujdesshëm në këto gjanat formale, për shembull dalin foltore thonë nderuar kryeministër, nderuar kështu nderuar gazetar, të nderuar hala nuk i di bash mirë çato gjana dhe si më thon nuk funksionoi shumë mirë në çat mënyrë. Do të më mësu, më vjen kohë, po unë thash derisa ti thamë në nderuar më shkon koha, edhe sun foli pastaj për ato punë që do isha me fol se ishin do të merre që ishin bën buxhet, që të vjen marrë me i lexu, edhe nuk dolan foltore pikërisht ato se do isha më marrë me teknikalitetet e buxhetit, e jo me nderuar. Megjithatë ato janë gjëra të mira, nuk jam kundër formalitetit unë, veç në çat diskutim që është të u bë për buxhet, nuk mrike koha me thonë nderuar dhe për çata pa ta mbet, edhe më nuk e ke pas kohën se s'ka pas debat. Folin zakonisht shefat e grupeve parlamentare, edhe sa zgjatja 23 ditë ku s'pat diçka konkrete, na si parti votum krejt ato marrëveshje ndërkombëtare që ishin për të mirë shtetit, mundu me bo një farloj politike kështu shtetnore, po ndodhi që ndodhi si e pot. Edhe këta që e përmende, ka qenë bukur që di për mu, në parlament ka shumë zhurmë. Për shembull në Angli, ndëgjohen zonat e atyne që folin, bojnë zhurmat të ndryshme. Këtu në mikrofon nuk ndëgjohen për jashtë. Kur një deputet del në foltore dhe flet, ne që jemi parlament, e ndëgjojmë zhurmën që bëhet aty. Edhe kur i ki 5-7 deputetëve në vendosus kundër, ata lëshojnë erë i fjalë të keqe, shojnë kapak, bërtasin, nuk jalojnë keq kapak edhe partitë opozitare, edhe është vështirë me u koncentru për atë personin në foltore. A do të për mrena ju e keni edhe më vështirë? Për mrena është bukur e vështirë se zhurma është, muj mja u përshkru tash, sa zhurme madhe. Po mikrofoni i filtran edhe kur del tek qytetari ndëgjohet vetëm zani i këtij personit, po vërtet ka ofendime, ka kështu, më thon, ka pak edhe ngucje. Është interesant këto e kum me çit pe takti pak. Po. Kjo më ka dukur bukur e çuditshme për bes kur e kum po. Normal për këgja shpejt ecëm, edhe për fund se e pash tash para pak kohë posimet për ki gëgja direkte, ose të mësë ndaj qeverisë e pritshme, se më thonë në rolin opozitar, një posim që the që është qeveri amatore komplet pej qeverit WhatsAppit kanë kalu në qeverit Facebookut e kështu me radhë. Thonë, ape ki veç mbranda rolit, si më thonë, të bomjes opozitarizëm, apo edhe për me jënë të shqetsu që ka shumë qëto fenomene që ndodhin një lloj ato që deri dikon edhe shihen që ato që ndodh mrena pa mundësisë për me. Ajo, si me thonë, skandali WhatsAppit për mu ka qenë skandali më i madh që e kum pa në qeverin Kurti, personalisht. Kurti 2, sepse për mu, si me thonë, shëndetësia ndreqet, edhe arsimi dyqysh ndreqet. Edhe buxheti rritet, por kur e shkatron ti kulturën qytetare, shtetformuese, ato nuk ka më që e ndreq. E për mu skandali WhatsAppit pikrisht çaça e shkatron. Ti e ki një ministre, edhe një person në prapavi që s'ka naj pozit, zonja Mihajli edhe zonja Rizvanolli, tu marrë vesh për pozitën e një kryeshefit të një ndërmarrje publike. Bashkë me personin. Kjo e te kalon për mu problemet e korrupsionit edhe të nepotizmit. Ti po e dëmton edhe se mos kur e vren për një person që unë e çmoj familjarisht edhe si person, zoni Zvanolli, po kur e vren se ku është prek, e tash ti e paramendon që ka pasur edhe qindra raste të tilla. Po besoj. Kur ti nuk e lejon si me thonë, aplikimin edhe meritokracinë normale në shtet,
nuk ka gjatë që e dëmton ma shumë dashnin e një fëmisë, një triut për venin e vetë se qaja. Sa e vren që për mujtë marë në pozita udhëhecse, pa tjetër po dufka me kalu ka një minister ose ka një person atje i partisë. Edhe në moment që ti e dëmton qitësen, që të kulturë shtetë formuse të njerëzit, ti e dëmton shtetin ma shumë se çdo gjë tjetër. Ma shumë se me vjedh tender ose ma shumë se me shti dikon punë. Edhe për mu kjo nuk është biseduat sa është dasht me u bisedu. Për mu qeveria, si me thonë skandali WhatsAppit, është shumë i këtë se pronto. Se pronto s'paku e ke ditë cak qka qysh tek, diçka i ke po dhe në fund s'kan bo kur gjë. Këta e kanë emru. Këta në WhatsApp, në grupet të WhatsAppit kanë thonë tendera, ose janë marrë vesh për tendera të kekut. Këto janë informata publike. I ki 3-4 persona aty, që flasim për një tender kekut, njerëz të cilë lidhje nuk kanë me energji, me menaxhim të një termocentrali, me problematik brenda hidrocentralit, po mëshim ai shumë mirë dhe nuk i ka plotsu kriteret, ky dhe i ke po ka pak më. Domthon këto për mua kanë qenë trishtimi që e kom ndje dhe arsyeja pse kom hyrë në politikë. Arsye themelore kur e kom pasë çka do ndodh, prej arsyeve themelore kanë qenë këto. Tash, prej që është bo qeveria, unë me marrë vetë me po, i ki qindra fotot të secilit minister të bo takova këtë, takova atë, isha këto, bonat. Nuk është qeverisja me taku njerës. Edhe krejt është PR, dhe më thonë nuk kanë shanca me pas një takim e mos me postu rrjetet sociale. Apo kuptëm populizmin. Nuk ka nevoj të çdo takim me secilin individ të një institucioni o që ti me postu rrjetet sociale. Po kjo bëhet me qëllim, me tregu që çfarë po bojna. Ti dush me kry punë. Ti dush me marrë me sene të dikasterit i cili ka mas shumë të nevoj kështet. E jo me u marrë me takime edhe këto takimet me i promovu edhe pastaj me lyp do lajka edhe sene sepse këti po të regën qa është koncepti është pushteti, e jo shteti. Edhe kur po them qeveria materave, qeveria Facebookut, që kjo është për mu, nuk është që unë e pja unë gjes, këta po e të regojnë vetë. Se këta, se cili minister, gjdo dit i ka 3-4 postime, takova këtë, takova atë. Zdim, ka fillu me, qëra, unë e këtu e me subjektiv, është e vërtet. Unë e vërtet mendoj që nuk janë të bo punë të mirë. Unë e vërtet mendoj që LDK-ja mundet me bo punë ma të mirë. Sot për sot, kalu 6 vjetë dhe ki minimumi 20 raste që fol 0 MW energji elektrike, halani autostradë normali nuk janë gjendi me kry për 6 vjetë, Gilanit ka metë si ka mbete kini pa, së dhe promovu një autostradë, gjysëm autostradë që ishë promovu ma herët, se janë shtu edhe pak kilometra aty, e di që kanë bo qaki gjana kulturore, sportive, s'ke pas kur gjë, pos privat që kanë shty diçka procese, investimet huja nuk i kurgjesh, pos diaspora që blenë banesa ose objekte këto, edhe këto gjana du të mja thonë trive, sepse nuk janë të mshefta këto ose të rrezikshme, këto janë të vërteta. Edhe në moment që na nalemi me thonë të vërtetën, normal që kë fiton 51%. Një sen që du të me thonë që unë nuk e kam personale me ata njerës. Shumicën për tyne nështë ta nuk më pas kur kontakt, dhe shpesoj që jasë nuk më pas nërë kontakt. Problemin e kam që ti ke dalë ke lyvot, ta ka dhonë 51% e ti s'po jenë gjene me qeverisë. Me pas qeverisë mirë, edhe me pas zhvillu këtë ven, unë e mas pari s'kësha him politikë heq, edhe dyta e kësha vnu edhe fotografinë e ti, që e kam Albin Kurti. Po me pas një problem, për i shdash me ndërtu shtetin. Në moment që e kishë ndërtu shtetin, se qërë, ti pranë, që kështet gjithë shka që kena në sëtë edhe e këmë thonë sa herë. Pavarësia, liria, mardhënjet me aleat, një që nësa njohje, organizata ndërkombëtare, policia, ushtria, ATK-ja, doganat, infrastruktura rrugore, ligjore, energetike, telekom, gjithë shka është bo para se marrë dhe Albin Kurtin për shtetë. Gjithë shka që asët na e kemi, kur dalim prej banesës dhe shkojna në punë, shkojna në spitale, është ndërtu në këtë ven, jo perfekt, me shumë gabime, me korupcione, me gjanat që e di se i kena kritiku bashkë. Por me gjithë ata janë ndërtu ato. Janë ndërtu.
që kjo polici që sot është ndërtu para vitit 2019. Normal, ka pas gjana të mira që ka ndodhur, nuk mujtash me u bo krejt patetike me thonë këta s'kan bo kur gjeq. Por, të ka rrit deficiti tregtar. Kur s'kemi pas deficit tregtar më të madh se tash. Po ki probleme me energji elektrike. Kur s'kemi importu ma shumë 1 miliard euro rrymë. Nuk kemi përparim në shëndetësi dhe në arsim, që janë shtyllat e zhvillimit së të shtetë. Çka tjetër?